Gadishull arabik ka pozitë të mirë gjeografike, pra është në mes të tokës. Nëse sheh hartën, Gadishulli arabik është prafërsisht në mes. Nuk është as shumë lindje, as shumë perëndim, është në mes dhe ka me kontinentin e Azisë, ka me kontinentin e Afrikës afërsi, dhe po ashtu edhe Evropa nuk është shumë larg. Dhe kjo pra njihet si bota e vjetër, apo ku më shumti ka pasur njerëz gjatë historisë. Po ashtu prej shkaqeve që mundsoi këtë është se gjuha arabe është pra një gjuhë një gjuhë e veçantë, një gjuhë e pasur dhe një gjuhë e cila është prej gjuhave më të vjetra apo që kanë bazë më të vjetër në botë. Përderisa për shembull gjuha jon shqipe, nëse e sheh para qindra apo mira viteve, ka dalluar shumë nga shqipja e sodit. Arabishtja që është letrare, ajo që ka qenë para 1400 viteve, po ka shkrime edhe para zbritjes së Kuranit, pra letrarja është e njëjtë. Letrarja është ajo që ka qenë. Dhe Kurani famlart prej mrekullive që Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë është mrekullia e bejan, e sqarimit, precizitetit të sqarimit dhe precizitetit të dhënjes së informatave. Për dallim, për shembull, siç është rasti në Indi, ku ka mbi 15 gjuhë që janë zyrtare, kurse gjuhët që fliten në atë vend, në atë pjesë janë të shumta, ndoshta me qindra gjuhë. Dhe kjo padyshim se do ta rëndonte komunikimin mes njerëzve, kur disa flasin një gjuhë, të tjerët një gjuhë. Kur është pra vendi me një gjuhë përbashkët, kjo e lehtëson komunikimin dhe përhapjen e fesë në mënyrë më të shpejtë. Po ashtu ajo që e bën përshtatshëm këtë vend është se Mekja prej kohën e Ibrahimit a.s. e ka pasur atë pozitën tek njerëzit, në zemrën e njerëzve. Prej kohën e Ibrahimit a.s. është prej faltoreve, faktikisht faltoria e parë që është bërë për tu adhuruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe njerëzit në këtë vend e kanë pasur atë besimin se Allahu i krijon, e kanë pasur në zemrën e tyre madhërimin e çështjeve që kanë ngelur disa prej tyre si duhet nga Ibrahimi a.s. E kanë respektuar Ibrahimin a.s. e kështu me radhë, pra nuk kanë qenë totalisht larguar prej fesë. Edhe pse në shumë çështje pra kanë devijuar nga mësimet e Ibrahimit a.s., mirë po ashtu shumë gjëra të mira pozitive u kishin ngelur nga feja e Ibrahimit a.s.